domethënë që populli i Kosovës e do atë më së shumti, por nuk e do që t'jetë lider i vetëm. Gjithë pushtetin në duart të tij dhe ky është një mesazh atij që duhet të bëj kompromis. Domethënë kjo është tani ka ngelur nga votat e diasporës të përcaktohet nëse ai do të mund ta bëjë qeverinë i vetëm apo jo, sepse është e pritshme që pavarësisht nga rezultati i votave të diasporës ai mund të fitojë deri në 53 mandate dhe do të shtojë deri në 5 mandate. Nëse ai fiton 4 ose 5 mandate më shumë, mund ta bëjë qeverinë i vetëm. Nëse jo, atëherë do duhet të shkojë në koalicion dhe nëse ju kujtohet në kohën kur po bëshin përpjekjet për të zgjedhur presidentin e vendit dhe kur unë i sugjeroj që ai të japë postën e presidentit për opozitën, se kishte mundësi të zgjedhte se nga opozita mund ta bënte president. Tani ndodhi ajo që kur nuk e dëgjon nënën, e dëgjon njerëkën. Tani rrezikon që t'japë edhe gjysmën e qeverisë në rast se nuk fiton 52 mandate nga votat e diasporës. Po është e mundur zoti Spahia, këtë herë ka patur në mos gaboj gjatë fushatës një angazhim të madh edhe të partive opozitare, e kam fjalën këtu për PDK-n dhe LDK-n, me fushata në diasporë. Po, është e mundur, tani çdo gjë mund të ketë edhe befasi, po nëse trendi është si i zgjedhjeve të mëparshme, atëherë edhe mund të fitojë këto 4 mandate që i duhen për të formuar qeverinë i vetëm. Por nuk i dihet, mbetet të shihen votat e diasporës për të konstatuar nëse do të bëjë i vetëm apo jo qeverinë. Gjithsesi, ai do duhet të bëjë kompromisin për presidentin, është në pozicionin që dy partive ose të dytës dhe të tretës t'ju ofrojnë që të propozojnë nga 2 kandidat dhe ai mund të zgjedh mes tyre se kë do të parapëlqejë. Ka gjasën, domethënë edhe ka mundësinë që të zgjedh atë që është pastaj kandidati më i preferuar për të, në rast se e bën qeverinë i vetëm. Në rast se nuk e bën qeverinë i vetëm, atëherë edhe kandidatin për president do t'ja imponoj pala partneri i vet i koalicionit. E qartë. Mirë, marrim skenarin, diskutojmë tani pak skenarin nëse vetëvendosja Albin Kurti nuk mundet ta formojë dot qeverinë i vetëm dhe do duhet të bëjë një kompromis me një nga partitë e tjera. Në rast se është Lidhja Demokratike e Kosovës, zoti Spahiu, çfarë ndodh? A mundet Albin Kurti të pranojë kandidaturën e Vjosa Osmanit për presidente? Vetë zonja Osmani në konferencën për shtyp ditën e diel sërish tha që unë jam kandidate për presidente nga radhët e LDK-s. Po, e vërtet, mirë po vështirë që ai do ta pranojë Osmani për presidente, sepse ai vetëm për mos e bërë zonën Osmani presidente i humbë mandate. Dhe tani nuk ka, domethënë nuk është e pritshme që ai të bëjë sërish, domethënë mbas humbjes së gjithë atyre mandateve, të bëjë sërish zonën Osmani presidente. E ka opcionin që të bëjë koalicion me partinë tjetër, me Partinë Demokratike. Në rast se do të jetë i detyruar që patjetër është një koalicion i tillë, vetëvendosje PDK. Po tani është i natyrshëm koalicioni, por problemi është që koalicioni me PDK-n faktikisht e shkatron lëvizjen vetëvendosje. Është natyra e gjërave është e tillë që PDK me KDQB-n koalicion është ajo që i shkon. Sepse ajo ka në dorë akoma administratën, prokurit, gjyqësinë,
i ka policin, ushtrin, të gjitha këto elementet drejtuesi i ka në këto institucione dhe në qoftë e merr edhe gjysmën e qeverisë, faktikisht partnerin tjetër e grin dhe prandaj për Albin Kurtin është plotësisht po më doje pa mend që të bëjmë me PDK-n. Por në anën tjetër ta bëj Vjosa Osmanin president pas gjitha atyre akuza, pas gjitha atyre çfarë ka ndodhur mes tyre tashmë, është pak e vështirë. Kështu që në një rast të tillë ndoshta shumë e pritshme është që të provoj edhe një palë zgjedhje tjera dhe eventualisht ose të dorëzoj të gjithë pushtetin ose të të përpiqet që të ketë një rezultat më të favorshëm. Por thash edhe një herë, e gjithë kjo varet nga votat e diasporës. Në rast se ai do të fitoj 52, atëherë veç do të jetë në kalje, thjesht.